Ne duhet shohim këtë që po ndodh, ngërçin e krijuar nga lëvizja vendose për shkak të konstruimit të kuvendit dhe tek atëherë kur të hapet mundësia që të kalohet te i dyti që mund të ketë 61 në nënshkrim ose 61 deputet, ajo është temë tjetër. Ligia demokratike edhe për këtë temë, edhe për këtë çështje është përcaktuar, ndërsa ajo që është pa nuk ka pas ndonjë vullnet ose nuk shihet që dikush tjetër edhe si i dytë mund të ketë një shumicë të konsoliduar e cila do të mundëson të krijimin e kuvendit ose të qeverisë. Nuk kemi nevojë që të dërgojmë në mënyrë zyrtare sepse janë tema publike, ashtu siç janë të shkruara janë edhe të analizuara, besoj disa kanë qenë edhe pjesë e programit elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka edhe elemente tjerë që kanë filluar, për shembull implementimi i lojnave mesdhetare ku ka mbetë ngërçi politik për shkak të angazhimeve ligjore, edhe po hym në atë fazën kur mund të ketë edhe të dështime. Andaj me përgjegjësi të plotë them këto janë tema nacionale, nuk janë tema që i takojnë vetëm një subjekti politik, edhe kjo është ofertë për të kaluar ngërçin politik ku shihet që askush më askënd nuk dëshiron që të jetë tutje.